Ishte një negociat e Esad Pashës që trupat të dilnin të armatosur që andej? Negociatat janë shumë të gjata. Edhe diçka tjetër, përveç negociatave, ndërhyjnë edhe fuqitë e mëdha që ta merrnin në zotërim këtë qytet? Shkodra i ngelet Shqipërisë me datën 28 mars të 1918-ës. Para dorëzimit? Një muaj. Për para dorëzimit? Sepse... Domethënë nga pikpamja diplomatike, kishte marrë fund që Shkodra do ishte pjesë e Shqipërisë dhe kjo rezistencë ndihmoi. Është shkruar, është një Teodor Ipen që është i dërguar i Austro-Hungarisë i bisedime, ka një libër, nuk e kam marrë atë libër që jep sakt datat e tjera. Me datë 21 diskutohet që Shkodra do ri dënë Shqipërisë. Por Serbia kërkon, si thuash, dhe më shumë. Dhe me datë 22 i bëhet koncesioni i fundit Serbisë që për shkak të Shkodrës të jepet Gjakova dhe Dibramadhe. Duhet kemi parasysh një diçka e shtirë në histori është betejë e famshme midis Austrisë, më saktë, perandorisë Habsburge dhe otomanëve në Beograd në shekullin e 17, ku Austria merr të drejtën e protektoriatit mbi katolikët. Dhe në Shkodër prezenca e konsullit austriak ka qenë vendimtari, ndërhytet tek veziri gjatë gjithë këtyre shekujve dhe Shkodra kishte një kuptim të jashtëzakonshëm për Austrinë. Dhe fakti që ky vendim ishte marrë është një, sepse nuk e ka përmendur nuk është përmendur nga historianët, në fillim të marsit disa oficerë të lartë serb hynë në Shkodër, takojnë të burgosurit serb dhe i thonë Esadit dhe shtabit që ne kemi mbaruar luftën me ju. Ato interesonin për robët e tyre, tani është marrë vendimi që Shkodra do t'i qëndrojë Shqipërisë. Në atë kohë shfaqen dhe disa anije në breg të Bunës që u shifshin dritat nga kalaja e Shkodrës, që jep një sinjale me drita që kishte filluar blokada navale e Austro-Hungarisë, por siç dihet ku ka fuqi të mëdha gjithmonë reagimi është shumë i avashët dhe Shkodra kishte arritur në pikën e fundit, jo vetëm për ushqime që kishte buletin të përditshëm nga të vdekurit nga uria në Shkodër, por dhe në aspektin ushtarak. Në aspektin ushtarak po mbaronin predat e artillerisë dhe kishte një kryengritje të ushtarëve, edhe shqiptar. Është një moment që për të ruajtur disiplinën ushtarake pushkatohen 50 shqiptar që po kundërshtonin, nuk po ndoronin më pa ushqime dhe pa armatim në kuadër të një lufte sfiditëse, sepse në atë kohë nuk ishte një veprim ushtarak të drejtë për drejtë, nuk ishte më fuqi Malezi të sulmonte direkt, por bënte bombardim të vazhdueshëm dhe nuk kishin mundësi as të gatunin mielin në bukë, pasi nuk ishte as të mundësi. Dhe në këtë kushte ishin këto bisedat. Është disa biseda që bën Esati edhe me princin Danilo të Malezi dhe i thot në mënyrë konfidenciale që Mikhail Nikola vetëm tidhës nga shkëmbët vrasi veten, sepse Malezidët kishin
psuar një numër të jashtëzakonshëm humbjesh njerëzore, do në shkatërim ekonomisë, dhe me të vërtet mbas këtij episodi do Malezi humbi si shtet nga aspekti i fuqisë ekonomike dhe ushtarake. Dhe në këtë kuadër unë kam edhe një, si thuash, po them, më tepër nënzë se sa burim historik, që kishte edhe një influencë italiane dhe franceze për mos uljen e prestigjit të Kralj Nikolës. Sepse ndërkohë Kralj Nikola kishte edhe një vajzë të martojnë. Po, ishte gruaja e Viktor Emanuelit III, direkt mbretit të Italisë. Domethënë mos turpërohesh. Mos turpërohet dhe ndoshta edhe në këtë kuadër dhe sidomos për shkak të urisë mungesës ushtarake u bë nënshkrimi i dorëzimit të Shkodrës me datë 23 prill, me 24 hynë trupat malazeze dhe qëndrojnë më pak se 3 javë në Shkodër. Ndërkohë trupat shqiptare u tërhoqën me armatim të plotë. Është një kontratë jashtëzakonisht e favorshme, është një mrekulli e një marrëveshje që bën. Esati jo vetëm që mber të gjithë trupat plagosurit, bëdhe një marrëveshje për disa plagosur që nuk mund të transportoheshin, që të korohen edhe në Shkodër. Malazezët donin të merrnin patjetër topat shqiptar, dënë të ushtrisë turke, që ai nuk i dorëzon as topat, dhe merr si kusht paqes edhe ndihma ushqimore për marrëqimin e ushtrisë nga Shkodra në Tiranë. Ndërkohë, edhe trupat turke erdhën me Esatin në Tiranë. Kjo është një histori tjetër. Në momentin që Esati niset nga Shkodra në Tiranë, është një telegram që Esati i dërgon Paris të Tiranës, sa kalon në lumin mat, ku i thot bëni gati 20.000 racione ushqimore për ushtrinë. Dhe gjithë ushtria po them turke, mbrinë në Tiranë. Esati ishte në momentin më të frikshëm të pushtetit, sepse kishte armatim të bollshëm, kishte nën komand 20.000 persona. Dhe me njëherë qetësohet Austria për këtë arsye, dërgon në fillim Syria Bejvlorën të takoj. Çfarë mendje ka Esati? Jemi në vitin 1913. Po flasim në ditët e fundit të prillit. Më vonë vjen edhe Qeremi, djali i Syriajt, dhe Esati me cilët kishte krushje. Po. Esati bën një kryevepër në aspektin edhe të vetin, por dhe në aspektin e menaxhimit të situatës. Së bashku dhe me një grup shumë të madh të ushtrisë turke që ndodhej para Vlorës në zonën midis Vjosës dhe Semanit, Xhavit Pasha, që ishte të hekur nga manastiri, ishte një ushtri gati mbi 15.000 veta dhe ai, që ishte gazarmuar, vetë Xhavit ishte plagosur, dhe organizon me Turqinë, me Austro-Hungarinë, me Italinë, evakuimin në mënyrë periodike të po them ushtrisë turke, dhe këtë bën në një periudhë tepër të shkurtër, më pak se sa 2 muaj. Nëpërmjet detit. Nëpërmjet detit. Në një farë mënyrë po lironte Shqipërinë nga ushtria turke. Dhe gjithashtu arriti dhe ta negocionte mirë. Vjen një vapor i plot nga në perandoria austro-hungareze me ushqime, pikërisht me kërkesën e Esatit, sepse duhet i mbajmë ushqim dhe duhet t'i trajtojnë, dhe normalisht ishte edhe burimet ekonomike të Esatit që gjithmonë ka negociuar dhe kërkuar financime nga të gjithë, dhe ka ruajtur dhe pushtetin, sepse
Problemi më i madh i kohës ishte ana ekonomike, një shtet pa taksa, pa gjëdon, e sa ti kishte një bazë ekonomike, por nuk mjaftonte të mbajte ushtritën. Kushtojte në kohën e Vlorës, qeverisë Ismail Qemali me shumë tentativa, ka qenë rekrutime 400-500 veta, jo më tepër, me kosto të jashtëzakonshme të berlerëve të zonave. Ishte një gjë që për një shtet shqiptar nuk kishte mundësi teknike pa